Tu kanë fillu zaptimi i pronave nga firmat Fantazëm, që ne i njohim si firmë, por është Fantazëm nga dokumentacioni, sepse dokumentacioni nuk e kanë të rregullt, për arsye sepse leja që ka marrë me datën 16 janar nuk është zbardhë dhe nuk është shënuar në fletore zyrtare, siç është parashikon ligji. Sot kena blloku rrugën, sot jemi paqësor, nesër nuk do të jemi paqësor, asnjë fadrom këtu nuk do të punoj. Sepse ashtu toka jonë. Janë të na kanë hyrë si grabiqar, si ujqit, ne për pasurit tonë. Djeke na kanë tonë protest, na kanë marrë, na kanë çuar si specat në komisariat. Na janë në tokë tonë, e s'po di më marrë vesh me gërgen. Janë dokumentat nga shteti shqiptar, por ne jemi autokton. Dhe çdo sipërfaqe, çdo gur që duket gur, hajde se gur, e ka një pronar. Me firmë, me vula, me të gjitha. E të sorogasin. Me qenë se unë jam drejtues Spakut, për sa i përket kësaj çështje, dhe ka që në mars që unë kam ba kallëzimin në Spak, dhe deri më sot nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigjet se si është vepruar përhetimin dhe zbardhjen e falsifikimeve që janë bë për këtë pronë.